Zonja Verën e ka marrë malli për burrin tim dhe e ka me merak pse bëjun festa pat edhe kur I thash që të shkoj ajo t'i bëj shoqëri, më tha që ajo merret me burrin e saj. Keqja është se pyeti për burrin tim, ndaj edhe unë ja ofrova të shkonte t'i bënte shoqëri, po nejse. O zemër, po të tregoj një video që kaluam edhe festat me burrin. Dolëm, hengrëm, pimëm, dolëm gjiro, edhe thjesht nuk e peti, po nejse me që të ka marrë malli edhe unë jam zëmër mirë, edhe nuk dua që followers e mi të bëhen merak për burrin tim, ndaj edhe po ta tregoj tani, që është shëndoshtë e mirë, që mos e kesh edhe ti me merak edhe pastaj ja thua të shmu bë burri, se tani të lëmë merak nuk bëhet. Shiko në sa vende të bukura që kaluam neve dhe që shkuam me burrin për festa, edhe se kishe me merak, ndaj atë të iki ky merak që ke, nuk e disa herë thash dhe fjalën merak, po përderisa pyet e pa pyet, ku e kam burrin, se pas dasme nuk lejohet femra as të shkoj tek familja e saj as gjëkundi. Duhet të ketë burrin nga pas, ose burri duhet të ketë gruan nga pas gjithmonë, edhe janë të lidhur me njëri tjetrin se mos bësh ndonjë hap më veç. Edhe shkon tek familja, te motrat, te babit, te mami, mos shkosh vetëm pa burrin, se e shkret aty të mbajnë në gojë. Gratë e tjera të martuara, që kanë burra, po intereson edhe për burrin tënd, pse jo? Kështu moj zëmër, pe burrin mjaftueshëm te kjo video, burrin tim, apo duhet ta tregoj prap akoma në ndonjë video tjetër. Ja tek është këtu doli dhe ky, të përshëndeti, tha bëj një përshëndetje Verës nga mua, se më ka me merak. Kështu që thoni, të kaloni bukur, ciao ciao.